Miqtë të dashur, faleminderit shumë me kënaqësinë më të madhe. Do ta thras para jush gazetarin më të klikuar, më të shikuarin, më të mirin, Kushtrim Sadiku. Ajde rekorder. Mirëmbrëma, faleminderit si na këto fjalë janë të mëdha. E vlerësoj shumë, sidomos kur vin nga më i madhi, unë e quaj tenori, Fidan Rama. I jashtëzakonshmi, pas Fidan Ramës, Sinan Vllazaliu. Kam kënaqësinë që sot së bashku ta ndajmë mbrëmjen e ndrimit moteve me miqtë e televizionit gazetarëve, kanali 10, nëpërmjet interpretimit të maestros Sinan Vllazaliu, i cili e meriton një duar trokitje shumë të fortë. Sinan, si ishte viti për ty? Përsëritje viteve. Përsëritje viteve. Unë them se ishte një vit i mbar, kështu e ka quajtur Frank Sinatra. It was a very good year. It was. Po, absolutisht. Dhe sot jemi zbashku këtu, bashkë me Sinanin dhe me miqtë të cilët e kanë nderuar gjatë gjithë kohës televizionin e gazetarëve. Sot televizioni i gazetarëve ju nderon juve për të qenë zbashku në një mbrëmje me shumë politikan, por pa politik, në një mbrëmje me shumë dashni dhe shumë respekt të ndërsjell. A s'ke pas çfarë bajtir kështu? Po, absolutisht s'kam pas çfarë, sepse gjithë këta meritojnë një nderim dhe një respekt veçantë. Pavarësisht kush ka fitu e kush s'ka fitu, ama e meritojnë respektin e veçantë për arsye se e kemi patur bashkëpunimin e shkëlqyeshëm. Unë shpresoj që s'kan më i dhun. Unë shpresoj që do ta durojnë edhe humorin ton, edhe bashkëbisedimin e sonte, të ngrohim shtëpitë e gjithë atyre që na ndjekin në Kosovë, që na ndjekin në Maqedoni të Veriut, që na ndjekin në Preshev, që na ndjekin në Maltëzi, që na ndjekin në Shqipëri, por edhe ata që na ndjekin në diasporë. Patjetër, dhe mendoj që sonte ne do t'i harrojmë gjitha hallet dhe ta të kalojmë një mbrëmje të kënaqshme. Sonte është garantuar që Sinani do të na kënaq me atmosferën e tij, të cilën e bën në mënyrë unike, por më lejoni që në këtë pjesë fillestare, natyrisht të them se e kemi kaluar një 365 ditësh goxha me vështirësi, po e quaj kështu, në rrafshin politik, edhe më vjen mirë që këto 3 palëzgjedhje i kemi kaluar, dhe është koha që viti i ardhshëm të mos na gjejë me zgjedhje, edhe besoj që këtu pajtoheni gjithë ju apo jo. Po më duket që s'po pajtohesh, a? Mos u pres një zgjedhje. Në këtë pjesë fillestare më lejoni që them se ky ishte një vit i jashtëzakonshëm për televizionin e gazetarëve, për arsye se shifrat dhe të dhënat që i marrim flasin për një ngritje rapide. Dhe kjo ngritje rapide bëhet natyrisht fal shikuesit, por edhe fal partnerëve të televizionit të gazetarëve, fal juve po ashtu që vazhdimisht e gjeni hapësirën dhe vini